Vllaznia e ka mbyllur sezonin e rregullt me një fitore të pastër 2-0 ndaj Flamurtarit në Loro Boriçi, duke siguruar vendin e parë në renditje me 63 pikë. Skuadra shkodrane përfitoi edhe nga humbja e Elbasanit ndaj Tiranës për të kryesuar e vet me klasifikimin në fund të fazës së rregullt. Golat për Kuqeblu të realizuan nga Ara në pjesën e parë dhe Morataj në të dytën, duke vullosur një sukses të merituar. Pas ndeshjes, trajneri i vllaznisë Sejdi Martini ishte i gëzuar për suksesin e skuadrës ndaj Flamurtarit që i kthen ata në krye. Unë i përgëzoj djemtë sepse në qërë do t'isha në vend 2 do të vite keq, sepse kanë ullheq shumicën e kampionatit, kanë bë lojnat mira, pa qka oscilacioneve që kena pas, dëmtime që kena pas, duhet i përgëzoj djemtë edhe unë mendoj që e kemi meritu plotësisht vendin e parë. Jena me pikë barabarta me Elbasanin, po edhe 3 pikë mas kena Ignatin, janë 3 ekipe në garë për titull. Final Four shumë i fort, Final Four që duhet kena shumë kujdes, duhet sepse fillon kampionati me 0, sigur janë 3 javë vetëm kampionat, dhe më thonë është një luftë, një kampionat i çmendëm. Djemt ka nevojë pak më tepër për mbështetje, pak më tepër me kanë prezent, kur shoh ekipet e tjera që vinë me politikan, me gjitha instancat e për stadiume dhe ne nuk mbështetemi nga këto njerëz, më vjen keq. Sepse Shkodra nuk është asnjë individi, Shkodra është e tanëve, Shkodra ka histori të madhe, Shkodra nuk është e një personit apo 2 personave, vllaznia është e tanë Shkodrës. Andi Riba, i cili e mbylli këtë sezon si trajneri Flamurtarit, deklaroi se javën e ardhshme do të vendoset fati i klubit vlonjat dhe shtoi se shpreson që vllaznia të marrë atë që meriton. Vllaznia është një ekip i madh, siç është dhe Flamurtari, ndjem shumë mirë kur vi dhe si vizitor, po edhe në këtë punë që jam, më pëlqen jashtëzakonisht shumë ambienti i Shkodrës dhe i uroj shumë suksese për mëtej vllaznisë. Do flasim këtë javë me presidentin dhe pastaj do vendoset çdo gjë. Vllaznia, unë kam thënë dhe në intervista të tjera, është ekipi që ka bërë më mirë gjatë këtij kampionatit dhe shpresoj që të marrë atë që meriton. Aris Sara, i cili u shpall lojtari ndeshjes pas fitores me Flamurtarin, tha se ndihet shumë i lumtur për këtë sukses. Jam shumë i lumtur dhe ky gol shpresoj që t'i hap rrugë golave tjerë që të ndihmoj ekipin për më shumë. Tash unë bëj më të mirën dhe shpresoj që kam e marrë prap minuta për ndeshje tjera. Shumë i kënaqur që ndihmova ekipin me golin tim dhe shpresoj edhe ndeshjet e Final Fourit me bë maksimumin edhe me i fitu edhe ata. Vllaznia vijon tashmë garën për titullin kampion në Final Four, teksa ndeshjen e parë do ta luajë të shtunën në Air Albania ndaj Dinamos.